me këtë qeveria që s'kemi ne është i privati tani. Mund të jetë me të vërtetë e privatit e gjithë ajo atje laguna, pse thash? Me lejë. Unë kam ndërtuar një projekt në 1900, Instituti NAS, në 1999. I pari, i vetmi dhe mbaroi instituti në atë kohë, 2002-2003 unë mbyll. Projekti është toka 0 metrë nga deti deri në 2-3 km, 5 apo 10 km në varësi që toka ka qenë tokë perandorake e Stambollit, e pushtuesit otoman, toka e paprekur, dhe quhesh kufi perandorak. Dhe ky kufi perandorak, që ishte i pastudiuar ndonjëherë, ne bëm një studim gjeologjik në shërbim të veprave urbane, veprave civile për ndërtimin. Dhe toka ishte gjithë pronarët, unë jam gjindor pronar, dhe tokën unë e kam deri në Divjak, pronar i madh, gjindor, në Imsh, kishin toka në 2 anë të rrugës Fier Lushi. Po unë nuk vija dot deri ke toka perandorake. Pra, toka perandorake nga Buna, nga Viluni, edhe këto që janë në Rjoll, janë tokë për dimrim. Nuk është tokë për banim, sepse është kënet. Dhe këtë toka kënetore ka qenë tokë e perandorit sultanik. Pra, nuk ka pronat. Kushtesi nuk ka patur kur prona pranë detit. Diku 0,1 km, diku 0,2, ne e kishim të drejtën 0,23, 0,5 deri në 0,10 km arrinte që toka bregdetare, tokë perandorake, si ku doni gjithë perandorit e botës, tokë veneciane, tokë romake, vazhdo, tokë turke, ka qenë pa prekur dhe pa privat, pa pronësi. Sepse shteti në atë kohë, ose perandoria në atë kohë, e mbante për të asnjajse që të hynte dhe të delte me ushtri për të mbrojtur nga deti e tjerë. Pra, nuk ka mundësi, po e ka bërë me dokumenta në këto vite, dakord, e ka bërë me dokumenta, me qëllim. Sepse kur ne plem gjumti, ai e ka bërë hapin e radhës, Edi Rama është 100 hapa para, ose 99 hapa para nesh, edhe ne jemi një hap. Ai është 99 hapa. Sepse ai nuk është një mendje smart, i squt, i mençur, i urtë, i ditur. Ai është djalli i vet. Ai është evil mind. Mendje e keqe. Ati i punon mendja që ty së vete mendja kur, jo ty dhe mua, po një populli të tërë. Një shkencëtar mbit Akademinë e Shkencave, mbit Akademinë të Urdhve e Pleqjve të Urdhë Shqipërisë, nuk i vete dot mendja ke poshtësia e tij. Urdhë pyet. Pra nuk ka tokë. Nuk ka tokë private në tokën perandorake. Merre, zbërtheje, edhe për ape të lajmë. Nuk ka pra tokë. Se po t'ishte për tokë, do kisha unë gjindël. Unë s'kam tokë. Pra, ajo është shtetërore. Shtetërore, nga perandorake këtu është shtetërore. Nuk e zuri në veri. Sa është kështu përafërsisht? Se është folur 300 hektare, sa mund shkoj? O, gazetari nderuar, të kam qanë shumë. Nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që koka futet brenda. Edhe koka nuk ka shpatull. Ajo koka. Edhe po fut brenda koka, nuk del me herë. Rëndësi ka dhe 1 hektar, dhe 300 hektar, dhe 3000 hektar. Unë t'i numrova 2 hektarë, të numrova 830 butrinj, të numrova 632 në Ksamil, të numrova në Manastir, të numrova Dhermin, me 1000 hektarë. Sot në Dhermin ke një sipërfaqe që është prerë pyllin, sot, e ka prerë pyllin pa leje. Ai nuk pyet me ati. Pra, ke në i marë, toka që ja jep grek, ke toka që ata ndihen grek, e ka me vendim, VKM 828, që ti po undjeve e kemi thënë bashkë, që s'ka rëndësi e ke emrin Mustezan, e ke emrin Mustaak, e ke emrin Denir, ka rëndësi pra, që kujtje, rëndësi ka që ti ndjesh. Ndërkohë që ti e pjesë e dhimbjes, e pjesë e historisë, ke gjuhë, ke kësull përbarë, ke veshët përbarë, ke kapës përbarë, ke gjak përbarë, ti e kom. Mi po shka shfryzuar një filozof të uaj, s'ka rëndësi jemi dhe qip, i cili thot që njeriu mund t'jetë si ndjehet. Po pse se shfryzon ti këtë ndjehem amerikan dhe të marrë direkt shtetin amerikane, po e shfryzon vetëm për rastin që ndjehem grek, që ndjehem bulgar, që ndjehem serb, që ndjehem alazes, për ta shfryzon, që ndjehem Maqedonas, në mënyrë që ta zhbër Shqipërinë, në mënyrë që Shqipëria deri 500.000, kur 200.000 do jenë prostituta, 100.000 do jenë itë kolonja, 100.000 do jenë patronazhist,
edhe 100.000 mund të jenë kamarier, edhe për të thënë ja 20 veta nga ne do thonë që këto janë indigjen, do ketë edhe ja 100.000 nga ne. Indigjen, e do na ruajnë tani vetë. Diku do na vënë një vend afër në Durrës, Tiranë, atje një, siç është ai iraniani sot, do jemi ne në vend atyre. Që e rezervat indogjen, indian që kanë gjuhën e vjetër, kanë kulturën e vjetër, edhe do na ruajë Europa si indogjen, ja 50.000, 100.000 nga ne trapër. Pra ky është Tirana. Pra të thash që Brendetin komplet e shiti.